Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të pozicionuar tek ish banorët e Big Brother VIP Kosova, pikërisht tek Lela Seferi dhe Leo, për marrëdhënien e tyre. Një marrëdhënie që nisi brenda shtëpisë së Big Brotherit, u komentua shumë, u fol shumë, erdhi te publiku në disa forma dhe të gjithë menduam që Lela dhe Leo janë duke luajtur një skenar të bukur që ta fusin publikun në këtë pikpyetjen e madhe të marrëdhënies dhe çifti do të rikthehet përsëri, por siç duket kjo marrëdhënie ka përfunduar. Lëre që ka përfunduar, por Lela ka bërë dhe valixhet gati dhe po na ikën, po shkon, po largohet nga Leo. Ndërsa Leo nuk ka reaguar fare, thjesht e ka lënë këtë histori dashurie me një pikpyetje që nuk kupton me një okej. Okej, shko. Shko në rrugën tënde. Le t'i themi kështu. Një çift që përflitej për dashurinë, një çift që komentohej për dashurinë, një çift që pritej të jepte një dashuri të bukur, por siç duket gjërat kanë përfunduar. Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 3, shohim çfarë thon lajmet. Lela Seferi ka konfirmuar zyrtarisht ndarjen nga partneri i saj me një postim 2 ditë më herët. Leonard Gashi, me të cilin krijoi një lidhje të shumë përfolur gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në vend, në shtëpinë më të famshme Big Brother, domethënë Kosovë. Pas javësh, zërat dhe aludimesh, Lela ka thyer heshtjen përmes një postimi në rrjetet sociale duke i dhënë fund të çdo dileme rreth statusit të saj sentimental. Në Instastory ajo ka ndarë një imazh ku shihen disa valixhe dhe ka shkruar vetëm 2 fjalë domethënëse. Kapitulli i ri. Do me thënë që unë e kam mbyllur këtë kapitullin dhe tani po shkoj drejt kapitullit të ri. Në fakt po mbefason kjo puna e ndarjes, një ndarje shumë interesante, do thënë gjithçka mbaron me një kapitull, ndarje për t'u befasuar pak. Ky detaj i thjesht, por me shumë kuptim, ka bërë që ndjekësit të kuptojnë se ajo është gati të lërë pas jo vetëm një marrëdhënie, por edhe një periudhë të rëndësishme të jetës së saj. Ato fituan vëmendjen e publikut për lidhjen e tyre spontane dhe momentet romantike brenda shtëpisë. Aktualisht Lela nuk ka dhënë detaje të tjera për planet e saj, por nga ajo që shihet, ish-banorja duket e përkushtuar të përqendrohet në vetveten, karrierën dhe në një fillim të ri larg Kosovës. Lela më tash ka ikur, unë Lelës ju uroj vetëm të mira, ju uroj një rrugë të mbar në drejtimin e saj, me shpresën që kur të gjej veten diku, të gjej më fuqishëm. Leonardi nuk është se ka folur, nuk është se ka dhënë një detaj, unë në fakt i dua këto artistët të cilët janë transparent, sepse publiku për hir të dashurisë duhet të jenë transparent për hir dashurisë që publiku i ka votuar, u ka qëndruar pranë, i ka mbështetur, por domethënë përzjedhin pak të formën e mekanizmit, por në vazhdim do të shohim se si do të shkojnë gjërat. A do të ketë një rikthim, a do të ketë një vazhdimsi të dashurisë apo çdo gjë do të mbyllet këtu.